Në ditën e 15 të grevës, naftëtarët e Patos Marinsës e kanë zhvendosur protestën e tyre përballë zyrave të kompanisë Bankers Petroleum në Fier. Me pankarta në duar, grevistët kanë kërkuar një zëri reagim nga kompania dhe zgjidhje konkrete për plotësimin e kërkesave. Ata kanë apeluar që Bankers të heqë dorë nga intimidimi që u bëhet punonjësve për të bojkotuar grevën. Ajo që ne kërkojmë është që naftëtarët të trajtohen me dinjitet. Stop diskriminimit të naftëtarëve dhe stop pagave diskriminuese. Kemi kërkuar rishikimin e fondeve të pagave dhe shpërndarjen e këtij për punonjësit që marrin paga të ulta. Po dy pyetësh ka punonjësit këtu vazhdojnë marrin 500, 600, 700 apo 800 euro. Ndërkohë, punonjësit kinez apo shtetas të tjerë këtu marrin deri në qindra mijëra. Të mos intimidohen, të mos mbahen në presion dhe të mos krijohen këtu firma nën kontraktore të cilat bëjnë presion të dyja palët. Disa nga grevistët kanë marrë me vete në protest edhe fëmijët. Jemi në kauzën tonë dhe drejtën tonë, nuk dorëzohemi. Duam atë që meritojmë. Jemi për një kauzë të gjithë, jemi për të drejtën tonë. Një ndër punonjësit më të vjetër të vendbanimit të naftës, Ago Nuaj, ka thënë se me dinjitetin dhe djersën e tyre nuk mund të tallet askush. Edhe me dinjitetin dhe me kurajon, edhe me djersën tonë, ne nuk do t'i lëmë që këta të argëtojnë, se këta nuk e se po vuajnë. Këta argëtojnë edhe kur ne vuajnë. Kanë dalë në fush, kanë bërë presion punëtore, u kanë vajtur në përshpira, u kanë gjetur adresën ku punojnë gratë, burrat, edhe është zinxhiri i tërë i korrupsionit. Për protestuesit, investitorët e huaj duhet të sjellin zhvillim, por ata po sjellin vetëm mjerim. Do ta mbushim me emigrantë. Këta njerëz janë më të lirë se emigrantët. Pse sjellin emigrantët? Këta janë më të kualifikuar, i kanë të gjitha atributet që i duhen këtij vendi. Ata i shtypin, i ndjekin. Sepse këta investitorë të huaj duhet të vinë të sjellin zhvillim, këta po sjellin vetëm mjerim. Grevistët janë shprehur gjithashtu se nuk do të dorëzohen, duke mos përjashtuar as marshimin drejt Tiranës.